Qa ju kështë thonë të fëmijëve që bullizojnë? Unë do t'i kisha thënë që të mos bullizojnë, sepse bullizimi është një gjë shumë e keqe. E qa ju kështë thonë atyne që janë bullizu, mos më dërzu? Që të mos dërzohen, që të mos të qajnë, që të mos dëbësohen, por vetëm të kemë besim të vetja dhe të jenë të lumtur. Ti Ermira, qa ju kështë thonë atyne që bullizojnë? Atyne që bullizojnë ju kisha thënë që ndaloni bullizimin sepse nuk është mirë të bullizosh dhe atyne që janë bullizu do t'i kisha thënë të vazhdojnë përpara dhe të mos ndalojnë në asnjë moment. Bravo, bre shpirta. A kësha mujt me një refrenin e kongës për bullizimin që e keni bashkë që e kënane? Okej. Që po e shohim këtë mrapa, po du prej juve me një live. Okej. Mos luaj me mua, si të jem një lodër, e jam për qafo, si të më kesh motër. Jo, mos bullizo, as urrejtje s'ka, e jam për qafo, si të më kesh vëlla. Këto kongë keni marrë pjesën e për festivalet të ndryshme, këto po i shohim edhe disa premjer njojeve dhe çmimeve që keni marrë. Ku keni marrë pjesë me kongë të juja? Ne kemi marrë pjesë në festivalin Lipjani Këndën, Qitër? Diamond Fest, Fëmijët e Gëzuar, Po. Fluturat në Prizren dhe shumë të tjerë. Ermira, a ka emocionet të mëdhaja kur merrni pjesë në këto festivale, këto gara? E po në fillim, kur sapo kemi filluar të këndojmë, kemi pasur pak emocione, sepse ka qenë hera e parë, për tani jemi mësuar duke kënduar dhe nuk kemi emocione. Nuk keni ma emocione, edhe s'keni nevojë me pas, sepse jeni të bukur, jeni të mirë, jeni të menqëm, jeni punëtor, emocionet s'kan vend të ju, vetëm shfaqen i talentin e juj, okej? Kur ta qit një kongën e tetë, që është duke u punuar, am premtoni që keni marrë me këndu prap? Po, Në rregull. Edhe librin e tretë, kur ta qit një, okej? okej. Këto keni marrë të familja jonë edhe me i tregu të gjitha sukseset e juja.